Mes penelave që vizatonin kujtesën dhe nën tingujt e muzikës që shoqëronte artistët gjatë pikturimit, Çarshia e Shkupit u bë skenë një mbrëmjeje kushtuar çamërisë. Përmes artit dhe simbolikës, pjesëmarrësit sollën pranë qytetarëve copëza historie, kulture dhe identiteti çam në një aktivitet të organizuar nga Shoqata Kulturore Vizioni M në kuadër të muajit të çamërisë. Kolonia artistike me motive çame, e cila paraqiti mesazhe kujtese, respekti dhe vazhdimësie të historisë për që vinë, po ashtu mblodhi qytetar të shumt, si dhe tërhoqi edhe interesin e turistëve. Ndërkaq, artisti Elbuhar Kamberi, i cili ishte pjesë e kolonisë artistike, tha se pikturat e punuara paraqesin mënyrën se si një grup artistësh e manifestojnë solidaritetin e tyre me viktimat e gjenocidit dhe se simbolizojnë në solidarizim me shqiptarët e çamërisë. Muaji Çam tash disa vite organizohet këtu në qytetin e Shkupit, edhe është një formë përkujtimore ndaj gjenocidit që është kryer mbi shqiptarët e çamërisë. Simbolizon solidarizim me shqiptarët e çamërisë, edhe është mënyra se si një grup artistësh e manifestojnë solidaritetin e tyre me viktimat e gjenocidit. Dhimbjen cilën e kanë përjetuar, vujtjet cilat i kanë përjetuar, edhe gjithë peripecit shqiptarëve të çamërisë. Ndërkaq, edhe njëra nga pjesëmarrëset, Erza Jakupi, u shpreh se përmes pikturës së saj ka zgjedhur të paraqesë historinë çame, duke e simbolizuar atë me trëndafilin si shenjë të kujtesës dhe mënyrës se si shqiptarët kanë arritur të lulëzojnë sërish. Sot ndjehem shumë e lumtur që jam pjesë e këtij aktivitetit që po mbahet këtu në këtë ditë kaq të rëndësishme, duke e përkujtuar gjenocidin 82 vjeçar të çamërisë. Në pikturë vendosa të paraqes që shqiptarët edhe pse kanë përjetuar shumë sfida të rënda, përsëri kanë arritur të ngrihen në këmbë më të fortë se kurrë edhe të lulëzojnë si një lule. Në këtë rast lulja e përfaqëson lulëzimin e shqiptarëve. E teksa ngjyrat në tablo morën formën e kujtesës dhe mbrëmja kushtuar çamërisë erdhi drejt fundit, qielli i Shkupit u mbush me balona simbolik. Në shenjë nderimi për 82 vjetorin e gjenocidit çam, u lëshuan 82 balona, si një kujtesë e heshtur për jetët e humbura dhe historinë që vazhdon të mbahet gjallë përmes përkujtimit, ndërsa përmes artit dhe simbolikës, pjesëmarrësit përcollën mesazhin e vazhdimësisë së kujtesës ndër breza.